Riti i përgatitjes së kafes tradicionale të Gurit tashmë është kthyer në një traditë tërheqëse për turistët që vizitojnë Gjirokastrën. Artizania Lubiana Baho, në një prej rrugëve të kaldrëmta të pazarit karakteristik, ka improvisuar këndin e mikpritjes gjirokastrite, ku i njeh turistët me këtë traditë të veçantë dhe ju demonstron disa prej elementeve të përgatitjes, si pjekja e kafes në kebab dhe më pas shtypja në gur. Sot e menduam që miqt të cilët kanë ardhur nga vendet trojet jashtë Shqipërisë ti mirëpresim me një moment të traditës gjirokastrite, siç është kafeja në gur. Përveç se kjo traditë nuk ka të bëjë thjesht me shijimin e një filxhan kafeje apo duke të parë se si piqet kafja apo si shtypet në gur, por kryesore është mënyra se si mirëpresim ne miqtë tanë. Momenti i përgatitjes së kafes ka të bëjë me atë bisedën e mirë me miq të mirë. Për ne nuk ka as vizitor të huaj, as klient të huaj. Të gjithë janë miq special. Për gjatë 2 ditëve, kushdo që kalon tek sheshi Çerçizit do të shijojë një moment të traditës së kafes në gur. Kënaqësia e veçantë e vizitorëve është se ata shijojnë filxhanin e kafes së shtypur në gur së bashku me elementë të tjerë të mikpritjes tradicionale. Kemi prezantuar edhe kafe në rër, pra është një kombinim shumë i bukur mes ulçinit dhe gjirokastës, kafe në gur dhe në rër, që prezantojnë domethënë 2 kafe shumë interesante të cilët i përshtaten domethënë edhe ulçinit edhe gjirokastës. Pra ky aktivitet siç thash është pra i shumë dhe se besoj që edhe në të ardhmen do të bashkëpunojmë. Nëpërmjet ndalesës në këndin e mikpritjes, vizitorët prekin nga afër dhe shijojnë ritin aq të njohur të kafes së Gurit, të trashëguar në breza në familjet gjirokastrite.